Gjenden trupat e bajet të 2 të rinjve nga Korça, të cilët rezultuan të zhdukur një ditë më parë në liçenin e Pogradecit. Bëhet fjalë për 2 kushërinj, përkatësisht Akosturi 18 vjeç dhe Akula 14 vjeç, të 2 banues në fshatin Libonik, të cilët humbën gjurmët që prej orës 12 të mesditës së djeshme, ndërsa nisën shëtitjen me një varg të marrë me qira. Trupat u gjetën në fundin e liçenit të Pogradecit. Alarmi për zhdukjen e të rinjve u dha një ditë më parë nga pushuesit në Pogradec, të cilët vunë në re varkën e braktisur rreth 1 kilometër larg bregut, brenda së cilës policia më vonë gjeti sendet personale të rinjve, si portofol apo telefonat celular. Familjarët e 2 të humburve thanë se ata kishin ikur në Pogradec pa dijenin e prindërve. Policia filloi kërkimet në liçen me anë të një varke dhe 2 polumbarve, ndërsa kërkimet u ndërpren gjatë natës. Rinisja e këtyre kërkimeve në një skuadër tjetër polumbarësh mëngjesin e sotëm bën që rreth orës 10:45 minuta të gjendeshin 2 trupat e pajeta adoleshentëve. Më herët policia vuri në pranga 2 pronarët që jepnin barka me qira, Ilia Shyta 63 vjeç dhe Çelnik Zyferi 65 vjeç, të cilët akuzohen për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë. Ata rrezikojnë dënim nga gjop deri në 10 vite burg.